përmendet 16.000 rreth 16.000 persona. Gjithashtu çdo ditë bëni paralajmërim për investime nëpër komuna dhe investime të huaja. Konkretisht çfarë pritni deri në fund të vitit për sa duhet të ulet papunësia sipas vlerësimeve tuaja nga 11.9% në 3 muajt e parë. Dhe pyetja e dytë është politike, pritet në korrik parlamenti pritet ta njohë identitetin dhe gjuhën maqedone, se çfarë pritni ju dhe çfarë do të thotë kjo për shtetin. Faleminderit. Lidhur me pyetjen e parë, pres që do të vazhdoj trendi i uljes së papunësisë. Mund të them se në pjesën në 3 mujorën e tretë dhe të katërt, numri i personave të punësuar është rritur për 10.000 dhe ky numër arrin mbi 700.000, kurse numri i të papunëve është diku në 98.000 paraprasisht. Këto janë parametra që lidhen me këto 2-3 mujorët. Tani do të shohim si do të jetë në 3 muajin e parë të këtij viti, edhe pse pres deri në fund të vitit ndoshta shumë optimiste, por të kemi në orë prej 9%. Të shohim si do të intensifikohen aktivitetet ekonomike, për shkak se e dini se 3 mujori i parë në aspektin ekonomik është më i rënd, por ne presim dhe rreth 9.000 apo 10.000 është sukses në një ekonomi siç është e jona. Lidhur me pyetjen e dytë, unë mund të them se për herë të parë para eurodeputetëve do të ketë raport ku disa herë përmendet identiteti shumë shekullor dhe gjuha shumë shekullore e Maqedonisë, për shkak se shpesh është përsëritur. Se ky nuk është problem. Shpesh është thënë se në esencë nuk është pengesë për asnjë. Pres eurodeputetët njëzëshëm ta miratojnë raportin ku vërtetohet identiteti dhe gjuha shumë shekullore maqedonase, që është pjesë e gjuhëve zyrtare të Kombeve të Bashkuara dhe i pranuar ndërkombëtarisht apo i kodifikuar, edhe pse kodifikimi është përfunduar që në vitin 45 në suazat e Kombeve të Bashkuara. Këtë vit kremtuam 80 vjetorin nga kodifikimi. Andaj këtu nuk shoh asnjë pengesë, nëse të gjithë jemi të njëzëshëm dhe nuk ishte problem. Fatkeqësisht nga lindja arrin komentet tjera, por do të shohim se si e tërë kjo do të përfundoj. Unë e fola për bashkim, kur thira në bashkim e kisha fjalën për bashkim të këtill. Isë rast të gjithë faktorët politik në vend të bashkohen dhe të filloj prej sot të drejtohen partive të tyre si motra në Parlamentin Evropian. E di që një SDM-ja opozitare është pjesë e një familje të këtill, që sot ju bëhet thirrje të fillojnë të drejtohen partive të tyre si motra. Edhe PLD-ja mund të bëjë këtë, kurse ne si parti do të kemi komitet ekzekutiv dhe në këtë komitet do të bëjmë strategji se si VMR do përmanem, do të dërgoj njerëz në Bruxelles që të vazhdojnë të bisedojnë me deputetët evropian për miratimin e kësaj rezolute, me çka pranohet identiteti dhe gjuha shumë shekullore maqedonase dhe gjuha e kodifikuar maqedonase. Kjo nuk vjen aty për aty, kjo është fryt i punës së palodhshme
gati 11 muaj apo një vit. Debati do të jetë me datën 4 qershor, sipas informacioneve që i kam, ndërsa votimi duhet të jetë në korrik. Andaj, edhe njerë dua të theksoj se identiteti shumë shekullor Maqedonas dhe gjuha e kodifikuar ndërkombëtarisht është fakt. Dhe secili që mohon dhe refuzon ta pranojë këtë realitet dhe këtë fakt është anti-NATO dhe anti-BE. Andaj, çdo kush që nuk e pranon nga vendet anëtare dhe cili do deputet europian që nuk do të votojnë në drejtim të pranimit të rezolutës është anti-BE dhe bien ndesh me vlerat europiane të përkufizuara nga Adenauer, Schuman atë Gasperi gjatë kohë. Përshëndetje kryeministër, lidhur me përzgjedhjen e gjykatësve në apel, ku për gjykatës u zgjedh bashkëshortja e këshilltarit tuaj për punë të jashtme Markovski dhe bashkëshortja e kryetarit të gjykatës kushtetuese Konstantinovski. Sa është etike, a do të ketë procedurë për shkarkim të këshilltarit tuaj? Pyetja e parë. Pyetja e dytë, a keni përgjigjen nga Bullgaria lidhur me takimin e mundshëm Radev Siljanovska në samitin e NATO-s? Faleminderit për pyetjet. Lidhur me pyetjen e parë, nga ajo që jam informuar, se procedura ka filluar para 3 viteve gjysmë për emërimin e gjykatësve. Dhe nga ajo që kam informacionin, zonja që e përmendet që është bashkëshortja e ambasadorit Markovski, që është pjesë e kabinetit tim, është e ranguara e parë. Për komente shtesë do t'ju drejtoja në Këshillin Gjyqësor, ata të japin përgjigje sepse ata janë ata të cilët i emrojnë, i zgjedhin dhe i radhitin. Lidhur me pyetjen e dytë, deri në këtë moment nuk kemi asnjë koment nga kabineti i presidentit Radev, vetëm nëpërmjet mediave, nëse kjo mund të interpretohet si refuzim, është deklarata e Andrej Kovačev, që vjen nga partia Si Motër Gerb, ku thot se nuk ka nevojë Bullgaria asnjë ndërmjetësim. Dhe prej këtu mund të interpretojmë se ata e refuzojnë ofertën e hapur që këtu në Shkup e dha Ministresha e Punëve të Jashtme të Austrisë. Mikrofon. Presidentja Siljanovska e dha një propozim për protokollin e tretë. Nuk do të komentoja propozime kreative, do të përmbahem, do të përmenja atë që është fakt para nesh. Kjo rezolut nga Parlamenti Evropian për herë të parë në kuptimin historik ka për qëllim, edhe këtë e kemi përsëritur disa herë në tekst, 4 herë. Fakti, identiteti shumë shekullor Maqedonës dhe gjuha e kodifikuar ndërshekullore nga të cilën e kremtuam para disa viteve. Kryeministri Ministria e Brendshme lidhi kontratë me 2 kompani që nuk kanë kompani të përgatitin uniforma për specialet apo për njësitin special të policisë. Kjo shihet në kapacitetin e tyre. Një koment juaj, a mendoni se në këtë mënyrë po harxhohen parat publike në mënyrë të papërgjeshme dhe ndoshta në prapavi qëndron hapësirë për dyshim për skandal korruptiv? Faleminderit për pyetjen. Bëhet fjalë për kontratë kornisë dhe furnizim publik me karakter të hapur, që është pa kufizime. Çdo kush që është interesuar ka mund të aplikoj apo të paraqitet në atë thirrje publike dhe ka mund të dërgoj ofertë. Është marrëveshje kornis dhe nëse shfrytëzohen
pajisjet e tilla, atëherë do të ketë obligim financiar ministria t'ju paguajë. Nëse nuk bëhen dhe nuk përpunohen uniformat të tilla, atëherë ministria e brendshme nuk ka obligim, do të vazhdohet me realizimin e këtij projekti. Andaj, unë nuk do të bëja estradë nga kjo, derisa të dëshmohet e kundërta, megjithatë bëhet fjalë për uniforma që do t'i shfrytëzojnë pjesëtarët e MPB-s nëse i shfrytëzojnë. Andaj, do të shohim në ditën e vim, lidhur me pjesën e dytë të pyetjes, a ka dyshim të bazuar, unë i thëras organet kompetente të prokurorisë, gjyqësorit. Sot kisha bisedë me ministrin, ti thëras edhe OJQ-t, le ti nxjerrin publikisht dokumentet e tenderit, edhe në të kaluarën, se si janë bler uniforma, si janë marrë mbathje dhe si është furnizuar apo si është bler pajisje tjera që e kanë shfrytëzuar pjesëtarët e MPB-s. Edhe juve thirrje juve medjave ta ndjekni me vëmendje këtë operacion, sepse asnjëri prej nesh nuk ka për qëllim të lëjë dyshim më të vogël se diku ka dyshim të bazuar për abuzim të mjeteve publike. Ju tashmë 1 vit jeni në qeveri dhe si tani flasim për tender aktual që është firmosur në fillim të prillit, se këtu nuk bëj fjalë për estradë, për shpenzimin e mjeteve publike. Ju kur erdhët në pushtet premtuat raport korrekt ndaj mjeteve të qytetarëve. Andaj ju lutem edhe një herë koment i juve, a mendoni se mundet një studio e modës nga manastiri me 2 punonjës e regjistruar 20 ditë para se të publikohet të bëj uniform për shumë strukturë të rëndësishme policë për 3.8 milion euro. Ne të gjithë e kuptojnë çfarë do të thotë marrëveshje ekonomike. Pse këto 2 kompani, një e cila ka traditë gjatë në këtë biznes, është refuzuar? Pse nuk e kanë marrë të gjitha 3 kompanitë? Do të kthehen përsëri në esencën e përgjigjesh. Furnizimi publik ka qenë i hapur, pa kufizime sikur në të kaluarën. Secili që ka pasur interes, ka mund të aplikojë. Dhe pse nuk është zgjedhur, me siguri ka arsye. Ndoshta çmimi ka qenë i lartë, ndoshta ka pasur shkak tjetër. Këtë duhet të përgjigjet Ministria e Brendshme. Përndryshe, unë kur flas për estradë, flas dhe pohoj se pyetjet imponuese janë estradë, sepse akuzohet në mënyrë a priori pa pasur dëshmi. Do të përsëris bëhet fjalë për marrëveshje kornis, ku nuk ka detyrime nëse kompanitë, siç e përmendet, nuk janë të aftë, nuk kanë kapacitet, nuk din e kështu me radhë të prodhojnë pajisjet e këtill, kuptohet kontrata do të shkëputet dhe nuk do të ketë shpenzim të mjeteve publike. Por ne nuk mundemi ta shkëputim tani para se ta dëshmojnë se ata nuk janë të aftë, sepse do të kemi përgjegjësi dhe duhet të paguajmë penale, dënime, gjoba. Duhet të shohim fillimisht a janë ata, a kanë kapacitete apo jo. Shumë shpejt publiku do ta mësoj këto. Nuk kemi çfarë të fshihin. Dokumentacionet e nderit do ta vendosim publikisht para opinionit, i tharas të gjithë mediat, prokurorit dhe të hetoj nëse ka 1 denar shpenzim jo ekonomik. Nëse është kështu, unë jam i gatshëm të mbaj përgjegjësi, edhe pse nuk jam pjesë e Ministrisë së Brendshme. Por nëse nuk është kështu, lëreni që Ministria ta bëj punën e tij. Gjithashtu, ti shohim tenderët se si janë bler mbathje dhe pajisje. Supozoj, prokuroria do të merret edhe me këto raste, sepse nëse ka dyshim të bazuar për krim të organizuar, nuk janë të vjetruara edhe me ligjin e ri, që në mënyrë kontrabanduese kaloi në parlament duke abuzuar me flamurin evropian. Ne kemi kompani që prodhojnë të brendshme, kurse mbikëqyrin kompani të infrastrukturës. Publiku, qytetarët ju zgjodhen ju që mos të ketë gjëra të këtilla, por përsëritem. Ky është mendimi juaj.
kolegët do t'ju japim hapësirë kolegëve. Ju faleminderit për transparencën tuaj. Do t'ju pyes një pyetje të shkurt, kjo na tangon të gjithëve. Bëj fjalë për spitalin e Koçanit, atje pa të lënduar që janë në proces rehabilitimi. Spitali i Koçanit nuk ka kushte elementare që të shërbej problemet shëndetësore me të cilat ballafaqohen të lënduarit nga spitali i diskotekës. Dua t'ju pyes, a do të rritni burimet në spital me kuadra, sidomos infermiere dhe gjithçka që duhet me nevoja mjekësore që të shërojnë të lënduarit plagët që i kanë marrë në diskotekë. Njerëzit atje ndihen të anashkaluar nga shteti, që është dështim për këtë qeveri dhe për të gjithë ne. Faleminderit për pyetjen. Lidhur me kushtet në spitalin e Koçanit, konstatoj me keqardhje se në Maqedoni për momentin ka spitale që janë edhe më keq. Për fat të keq dhe për fat të keq në këtë 11 muaj, gjithçka që është shkatruar me dekada ta riparojmë. Por janë prioritet i parë dhe këtë e treguam në atë ditë, në momentin e parë, dhe si qeveri bëm gjithçka që ishte e mundur të shërohen sigurt jashtë shtetit dhe të kthehen përsëri në seancë qeveritare. Dje morëm konkluzion që në mënyrë financiare të mbulojmë që vjen nga Austria. Nuk dua për këto të flas publikisht, çfarë bëjmë, si e bëjmë, për shkak se mendoj që nuk duhet të abuzohet apo të keqpërdoret kjo tragjedi njerëzore. Prandaj dërgojnë ekipe speciale mjekësore që në periudhën e ardhshme do të kujdesen për personat që kanë lëndime më të lehta dhe më të rënda. Për atyre 200 që ishin viktim të kësaj tragjedie të tmerrshme, pasojat që do t'i kenë për fat të keq. Kemi humbur 2 pacientë për shkak të reagimit të shpejt, ndoshta shumë apo pak. Një jetë e humbur është shumë, por ne tentojmë maksimalisht çdo gjë që kemi në fuqinë tonë ta fokusojmë këtë dhe ta bëjmë. Unë bisedë me zonjën von der Leyen, provuam apo bëm aksion të shpejt, plan, ndoshta do ta quajmë Koçan 2030, ku do të investojmë në riparimin e objekteve të këtill, siç është spitali i Koçanit, por edhe salla sportit, parqe, infrastrukturë rrugore, shkollë, qerë dhe kështu. Po përgatisim objekt gjigant që do të bëhet nga kjo qeveri dhe asnjë pacient nuk do të mbetet pa kujdes, pa trajtim siç e meriton. Lidhur me propozimin e Vlenit, Azir Aliu të jetë ministri i shëndetësisë. A keni menduar dhe a mendoni që Aliu i plotëson kushtet që të jetë ministri i shëndetësisë? Po, e mora propozimin zyrtar, do të dërgojnë deri tek deputetët në parlament me zotëri Alion. Njihemi, andaj mendoj që mirë do të bashkëpunojmë në sazet e qeverisë. Urdhroni. Kryeministri 2 pyetje. A do të ketë pushteti shumicë badenteri në kuvend? Apo duhet të mvaret nga BDI? E majta ngriti padi penale kundër jush për hetimin e zjarrit në Koçan. Në konferencë ju akuzuan për përplasje të interesave. Është bërë tregti zyrtarë të vëmërodhënisë që duhet të përgjigjen dhe Kocëski të mbetet në këtë post që mos të shkarkohet. Si komentoni këto?
Për të dytën do të jap një koment. Unë i thëras organet, prokurorin, që të prononcohet lidhur me padim penale dhe nëse ka vepër të tillë penale, me njëherë të veproj për të njëjtën. Unë jam këtu, nuk fshihem. Nëse vlesojnë se kam shkelur ligjin, jam i gatshëm me vetdije të përgjigjem para qytetarëve. Dhe këtë e them nga dita e parë, të mos presin asnjë minutë. Lidhur me këtë të dytën ka më shumë politikë sa esencë. Shpresoj profesorët e drejtësisë në partinë e majta kanë përgatitur padi penale si duhet. Nëse jo, atëherë presja ata të kërkojnë falje. Kështu funksionojnë gjërat në jetë. Nëse keni gabuar dhe e keni dëmtuar dikë, duhet të kërkoni falje, sepse mund të ketë padi penale në të kundërtën për shpifje dhe për denoncim të rrënjshëm. Kështu funksionojnë gjërat. Lidhur me pyetjen e parë, për shumicën e patentierit, varësisht nga nevoja, do të krijohen kushtet. Teme nuk of urdhra. Do të kthemi diçka që është aktuale. Marrëveshja me Britaninë e Madhe kaloi në komision, pritet në seancë plenare të miratohet. Marrëveshja është e përgjithshme, i pam aneksit, nuk janë norma të interesit. Pyetja e parë është se në periudhën Grace nuk ka normë interesi. Më intereson një detaj. A do të kapitalizohet më vonë, që do të jetë skenari më i keq nga 3 skenarët, apo këtë 5 vite nuk do të ketë normë interesi dhe nuk do të kapitalizohet më vonë. Këtë ta pastrojmë dhe elementi i dytë, norma interesit nuk qëndron në marrëveshje, sipas informacioneve. Euro IBOR është 2.1%, është konstantën që e njohim. Nëse i kalkulojmë ratingun kreditor të shtetit BB plus sipas Fitch dhe BB minus sipas Standard & Poor's, 4,5 deri në 6,5, a ka normë interesi? Sa mund të jetë, ta dim parafërsisht, sepse projekcionet nëse merren 4,5 deri në 6,5, që i bie të jetë normë serioze prej 1.1 miliard euro. 2 pyetje të sqarojmë. Do të jap përgjigje në të dyja pyetjet. Marrëveshja është për partneritet strategjik mes Maqedonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Dhe kjo marrëveshje kalon në procedurë parlamentare. Në pjesën e financave, ne kemi negociata me institucione financiare që vinë nga i vend. Dhe kemi parafërsisht strukturë se sa mund të jetë norma interesit për këtë hua dhe mund të më poshtë se margjina e poshtme që e përmendet, por ne nuk do të shkojmë me nënshkrim të drejt për drejt të marrëveshjes me këtë institucion financiar. Por Ministria e Financave, pasi paraprakisht do të ketë kërkesë nga institucionet që janë bartës së projektit, heku rrudhat e Maqedonisë, infrastrukturët dhe Ministria e Shëndetësisë për spital do të delë në treg ndërkombëtar. Dhe do të ketë dialog konkurrent 18 deri 20 ofrues të kredive, mes të cilëve do të jenë edhe bankat europiane. Ai që është i gatshëm të financojë projekte të këtilla me normë interesit të saktuar, do të zgjidhet. Ne nuk mundemi që tani ta dim nëse ky institucion financiar do të jetë më konkurrues. Do të zgjidhet vetëm nëse është më konkurrues. Prandaj nuk është pjesë e marrëveshjes, sepse kjo procedurë që është dialog i hapur, konkurrues tek tani do të ndodhë. Dhe kjo do të jetë transparente dhe nuk do të fshihet, nuk do të merret me flamur europian, nuk do të klasifikohet, siç asgjë nuk klasifikohet. Nëse a mendoni se unë jam këtu të lejoj që shteti të bëj shkelje dhe të vjedhim qytetarët, përkundrazi, ne morëm besimin për ta zhvilluar vendin. Ajo që individ nga opozita kanë
plane për të kritikuar pa bazë, i shoh tezat e tyre që nuk mbajnë njëra me tjetrën, nuk ka koncentrim në fjali, në strukturë të fjalisë, nuk ka më rëndësishme, por ajo që më shqetëson Freudi, nëse unë kështu mendoj, edhe këta mendojnë ashtu, ne nuk mendojmë ashtu. Ne mendojmë si qeveri shumë më ndryshe se ata. Atë që mund të them është se norma e përgjithshme do të jetë më e ulët nga margjina e ulët që e përmendet, por a do të jetë ajo bank do ta shohim. Shpenzime për përpunimin e kredisë, provizion, normë efektive e interesit, kapitalizimi që e përmendet. Gjithsej do të jetë më poshtë se margjina e ulët që e përmendet. E dini pse? Sepse nuk garantojmë ne me ratingun ton kreditor, por me ratingun kreditor të Britanisë. A mund të flas dikush për korrupsion apo skandal që le të sqaroj dikush se si mund të vjedhim ne nga Mbretëria e Bashkuar, sepse teza e opozitës është kjo, të përfundoj. Norma e interesit do të jetë më ulët nga margjina e poshtme. Pse? Sepse ne e shfrytëzojmë ratingun kreditor të Mbretërisë së Bashkuar që është 3 herë A. Dhe duhet të themi faleminderit. Por ja nga opozita zgjodhën të luajnë lojë tjetër, le ta gëzojnë pra. Prandaj them, kushtet financiare nuk janë të dakorduar deri në fund. Ne kemi periudhë 5 vjeçare gres dhe fatura e parë nëse vendosim do të arrijë në 1 janar 2027 dhe prej atëherë do të fillon periudha gres. Mikrofon. Prandaj them, ende nuk kemi hapur dialog të këtillë me këtë në këtë pjesë. Kur ta hapin, mund të themi detaje. Këtë që e flas është ajo esenca deri më tani që e kemi diskutuar dhe nuk është zyrtare. Kur të jetë zyrtare do të dalim dhe do ta themi. Por atë që mund ta konfirmoj Temenugov është se norma e përgjithshme e interesit do të jetë më ulët nga margjina e poshtme që ju e përmendet, apo të jemi më saktë. Normën më të ulët të interesit që mund ta kemi si shtet. Unë parashtroj pyetje ekonomike, nuk e përmenda unë opozitën. Është edhe një element nga marrëveshja që është në margjina, është bashkëpunimi në siguri. Çfarë do të thotë kjo? Sepse informacione kundër zbulimi, bashkëpunimi me armatat, a ka element ekonomik në këtë? A mund të kapim trenin për në NATO dhe të bëjmë para falë kësaj? Askush nuk e komunikon. Para 1 javë kaloj në seancë, para 2 javëve kaloj në seancë memorandumi i për mirëkuptim mes qeverisë dhe kompanisë britanike që është e gatshme të investoj në kapacitet të këtij prodhimi prej 250 deri në 300 milion euro që për një vit në ekonominë e Maqedonisë do të sillte diku gjysmë miliard euro. Është NDI. Kur të finalizohet kjo, do të dalim në